I opozitës, po ju jeni në karrikën e pushtetit. Ku është inspektoriati për zbatimin e gjuhës në komunën e Gostivarit? Çfarë dënimi i ka sjell kryetarit të komunës? Fatkeqësisht, nuk ka zyra, nuk ka stroga, nuk ka as institucion. Do thoni, kalojmë me reorganizimin. Po pse gjithë inspektoratet tjera funksionojnë, vetëm ai zbatimi i gjuhës shqipe nuk duket gjëra të cilat i nivelizojnë, qoftë edhe për kryetarin e Këshillit të komunën e Strugës, qoftë edhe dikundi tjetër, sepse këto retorika dëmtojnë edhe më gjatë procesin. Më tregoni sa padi keni bërë ju në të kaluarën për institucionet të cilet nuk kanë zbatuar gjuhën shqipe? Po tash kaluam në temë tjetër debat. Po tani tani vetë kalua, Tani nga zgjedhjet lokale kaluat në politika, Nëse kaloni në ato politikën e kemi këtu të diskutojmë me orë të tëra se çfarë dëmi është bërë në popullatën shqiptare nga politika e gabuar. T'japim